flasim për me vdek një fëmijë, nuk flasim gjatë zakonshme, gjatë thjeshta, e në vështira, vëllai, në sprovë e madhe, është e vështirë. Mirë po edhe në këtë situatë duhet njëri me ditë mu gjindë, jeta vazhdan. Andaj, ka ardhur njëri tek Fudhali ibn Iyad rahimahullah. Shikoj sot meqë më kon tonë, shikoj sot meqë më kon. I ka thonë Fudhali ibn Iyad rahimahullah, i ka thonë, ka dek një fëmijë spamoj, që kështu mund të themi spamoj vëlla më kfill. Sy s'po më qel më. Ka njerëz që kur i des dikush, për shembull, ka plot nga depresioni, nga mërzia, edhe gjithçka një të up kuptimin e vet. S'ka më për të kuptim kurrë. Do më veç shkon duke u shkym kështu më radh. Nuk ka shkja udhës. Do të me gjetë forcë me vazhdu jetën tutje. E ka arë një tek Fudhali ibn Iyad rahimahullah, e është anku kalim këshirë. Ka thonë, vllai nderuam, nëse kishim me qenë në burg bashkë me djalin, ti dhe djalin në burg, e djali është lëshu para teja, a ishe gëzu? Po që shë gëzu? Tha tani ide, dunjaja është burg i muslimanit, a e lëshu për burgut para teje? Në në shku në gjenet para teje? Shë ka që fa kuptimi, ata? Në ndush me këthy ka pala të të me shiku, jo ka pala e kundër të përën. Që ka që? Nëse dëmon e kalëshu zote për burgu dunjas, ku është kuaj? Në gjenet, me simtar, fëmi. Ani para teje ka shku në gjenet, një copë që ka mri në gjenet para teje, të pratë në gjenet. Nëse ti përshamë vonosh me në gjenet, në dërmecet e ka Allahu për ty, ti e gjithë më fitimtar. E për të ndërëzër, kur njëri ngushtohet, kur i ngushtohet njeriu pamja, i ngushtohet hapësira kur mënon veç me dunja. Dunja është e ngushtë, është e shkurt, problem dunja, problem.